pyetet si po ja dilni të përballoni problemet e strehimit, të ushqimit dhe të udhëtimit. Meqense në atë kohë strehimi dhe ushqimi dhe të gjitha udhëtimet të studentëve kanë qenë më të zërshme për shkak të rrethanave politike, edhe studentët normalisht afektohen nga ato probleme. Këtë rast zotëri Thaçi shkruan, në fakt thotë, për shkak se nga pushtetë-mbajtësit serb u pamundësua puna e qendrës së studentëve të Prishtinës, pra bëhet fjalë për vitin 1992, tani formë të organizuar të ushqimit të studentëve nuk ka dhe studentët gjenden ashtu siç dinë. Këtë çështje e vështirëson edhe fakti se tërë populli shqiptar po ballafaqohet me një situatë të rëndë materiale. Andaj është vështirë të arrihet diçka më shumë për sigurimin e kushteve më të mira për jetesë të studentëve. Lëshimi i shtëpive dhe i banesave për mbajtjen e ligjëratave dhe të provimeve tani për tani është tërë ajo që mund të ofrojë populli. Pra, popullin këtë rast i ka lëshuar dhomat e tyre, shtëpitë e tyre për ligjërata dhe për provimet të studentëve të Universitetit të Prishtinës. Studentët kanë probleme edhe me udhëtim për shkak të çmimeve astronomike, shumë interesante. Do të thotë këtu tregon që edhe çmimet e udhëtimit kanë qenë të mëdha, ngrit për shkak të rrethanave. Po ashtu edhe banimi është shumë i shtrenjtë për xhepin studentor. Në këtë rast, banesat që kanë qarkulluar me qira në Prishtinë në vitet e 90-ta janë hyper, janë ngritur çmimet për shkak të situatës, andaj edhe këtu zotëri Thaçi shfaqet pak kritik për këta qiradhënës. Si pasojë e kësaj, studentët pa dëshirën e tyre detyrohen të mos vijojnë një pjesë të ligjëratave. Mirë po duhet përkujtuar disa individ se studentët nuk përbëjnë atë shtresë nga e cila duhet përfituar. Pra këtu ja tërheq vërejtjen të gjithë atyre të cilët i ngritin çmimet e banesave në kohën e viteve 90-ta, dhe ja bën një lloj kritike që mos i rritin çmimet e me fitu nga studentët, sepse edhe ata që i kanë kushtet më të mira, po mbane gjallë pak që të punën që të angazhimit studentor. Sidomos studentët në asnjë periudhë kohore as tani nuk i kanë punët mirë asnjëherë, e paramendoj që ka qenë 90-tat e 80-tat shumë e vështirë. Andaj zotëri Thaçi këtu thotë, në këtë aspekt në radhë të parë mendohen në çmimet e larta të banesave, si pasojë së cilave kushtëzohen në masë të madhe vijimi i ligjëratave nga ana e studentëve. Dihet se pa sigurimin e kushteve elementare nuk ka student e pa student nuk ka universitet. Të thejme se pengesa të shumta për vijimin e studentëve dalin edhe nga policia serbe. Domethënë, përveç probleme me policinë serbe që i kanë maltretuar studentët, këta studentë të viteve 90 kanë pasur problemin e ushqimit, problemin e banimit për shkak të çmimeve të larta. Vjojmë te ndonjë pyetje tjetër. Këtu e kemi studentët e Universitetit të Prishtinës janë të vetmit në botë që u detyruan të gjejnë kulm jashtë objekteve të tyre. Si po zhvillohet procesi mësimor në këto kushte të rënda? Pra bëhet fjalë për vitin 1992, këtu zotëri Thaçi thotë, Universiteti i Prishtinës ishte hal në sy për inkvizicionet serbe, qysh nga themelimi i tij, andaj ata aktivizuan të gjitha mekanizmat e vet për shuarjen e këtij tempulli të diturisë, shpirtit dhe trurit të kësaj pjese të kombit tonë. Të vetëdijshëm për këtë, studentët dhe profesorët vazhdojnë punën jashtë objekteve universitare, të cilat u ndërtuan me djersën dhe gjakun e punëtorëve kosovar. Tani çdo shtëpi është shndruar në amfiteatër e për këtë duhet jemi mirënjohës popullit. Pra populli i ka hapur dyert e shtëpive të tyre për t'i angazhuar dhe për t'i mbajtur të gjitha ligjëratat dhe për të vazhduar procesi, meqense edhe institucionet tona në atë kohë ishin mbyllur nga regjimi. Ashtu siç është bërë ndër vite. Edhe për studentët, në shumë institucione tjera. Edhe për nxënësit, edhe për shumë institucione tjera, shumë shtëpi në fakt edhe janë shndruar edhe për shkollat e fillore të mesme. Qendra mjekësore, dhe ka qenë shumë interesant se si kanë funksionuar institucionet e ndryshme në atë periudhë kohore shumë të vështirë. Vetëm për mos milion keq popullin e Kosovës. Absolut, fakt. Shkojmë tek një pyetje tjetër. Këtu e kemi, si është bashkëpunimi ndërmjet studentëve e arsimtarëve dhe me organet e fakulteteve të rektoratit? Zotëri Thaçi këtë pyetje vazhdon. Bashkëpunimi me profesionale, me profesorët, duke marrë parasysh kushtet në të cilat punohet është në nivel. Do thotë e vlerëson bashkëpunimin student-profesor. Është e vërtetë se kushtet e rënda në të cilat zhvillohen ligjëratat dhe ushtrimet krijojnë vështirësi në çdo segment të jetës universitare, andaj edhe në relacionin student-profesor.
Këtë e vështirëson edhe fakti se arsimtarët, ashtu si edhe studentët, gjenden në pozitë të vështirë materiale. Pra, edhe profesorët kanë hje keq për shkak të mjeteve financiare, sepse aja më pagu, asë më pagu, gjithçka ka shkuar vullnetarisht. Gjithçka ka shkuar vullnetarisht kryesisht. Andaj vazhdojnë. Të mos harrojmë se profesorët tanë janë të ballafaquar edhe me sigurimin e kushteve themelore për ekzistencë. Pra edhe ata kanë pas vështirësi për çështje të jetesës. Nuk duhet harruar se studentët dhe një pjesë e profesorëve deri dje, pra deri në atë kohë, ndodheshin në dy tabore të kundërta politike. Pra ka pasur lëvizje politike edhe në atë kohë edhe kundërshtime politike mes studentëve dhe profesorëve. Kjo bënte që bashkëpunimi i vërtet të mungoj. Studentët nuk janë shtresë aktive politike, mirë po, rrethanat ekzistuese i kanë politizuar në një masë të madhe. Andaj besoj se qarqet universitare sa më pak duhet të potencojnë dallimet politike dhe ndasit lokale, sepse kjo ndikon edhe në relacionin me student. Universiteti ekziston si tempulli i diturisë, andaj dituria duhet të jetë çështje primare e tij. Vjojmë me pyetje tjera. Këto që keni ndërmarrë për kthimin e studentëve shqiptar, të cilët shkuan për të vazhduar studimet në universitetet jashtë Kosovës. Është një përgjigje shumë interesante që më ka lënë për shtypje nga krejt kjo intervistë e zotrit Tashi. Pra, në atë kohë shumë student ikën nga Kosova për të vazhduar studimet diku tjetër, ikën nga Kosova për shkak të rrethanave politike, edhe tash zotri Tashi ka një kritikë shumë interesante. Sa i përket kthimit të studentëve të regjistruar në shtator dhe tetor të vitit të shkuar, pra për vitin 1991, nuk kemi ndërmarrë asgjë. Duhet ditur se përkundër apeleve të shoqatës së arsimtarëve universitarë dhe të Unionit të Pavarur të Studentëve për të mos lëshuar fakultetet e Universitetit të Prishtinës, disa studentë u larguan dhe shkuan për të vazhduar studimet në Universitetin e jashtë Kosovës. Pra, kanë bërë thirrje si profesorët, si organizatat studentore që studentët të mos ikin nga Kosova, të mos e lëshojnë Universitetin e Prishtinës, po të bëjnë një farë rezistence edhe duke u sakrifikuar. Vazhdon zotri Tashi, disa edhe në Shqipëri, pra kanë shkuar edhe në Shqipëri edhe në shtetet të ndryshme të Evropës. Ata atje shkuan sipas vullnetit të tyre, duke mos menduar shumë për veprimet e tyre. Kthimi i tyre është i mirëseardhur, megjithse dezertuan nga betejë për ruajtjen e Universitetit të Prishtinës. Pra këtu e qet kritikën e tij për ata studentë të cilët u larguan, që i quan si dezertor, edhe studentët që nuk sakrifikuan me të gjithë studentët e tjerë të kohës, që të sakrifikojnë, base edhe me jetë disa, që të qëndrojnë në Universitetin e Prishtinës në ato rrethana, sepse duke bërë rezistencë, në edhim që studentët kanë qenë udhëheq të shumë protestave, demonstratave, edhe kanë qenë ata kryengritësit në shtatë më të zëshëm që bën të mundshme edhe nisjen e gjithçkaje tjetër për të ardhur te liria. Megjithatë, zotri Tashi vazhdon të thotë, universiteti ynë ka zemër të gjerë dhe sërish do t'i pranoj këta ish student të tij. Pra, nëse kthehen, UP-ja është e hapur edhe për të gjithë ata, edhe mund të kthehen, ndonse këtë kritiken e ka sigurisht pak me vend, sepse tregon një farë trimërie të tij, që këtë trimëri do të duhej ta kishin të gjithë studentët dhe të mos largoheshin dhe të rezistonin kohës dhe presionit që e kanë pasur nga regjimi serb. Nuk e di a kemi pyetje tjera, po megjithatë këto i zgjedha disa nga pyetjet dhe përgjigjet e zotit Tashit edhe në vitin 1992, një intervistë interesante. 7 qershor apo jo? Po, 7 qershor 1992, dhe bisedoj pra gazetari zotri Regjepi, nuk e gjeta me ditë kush është ky gazetar i cili ka realizuar këtë intervistë në kuadër të gazetës Bujku, një gazetë e rrallë që ka vepruar në atë kohë, meqense edhe shumë gazeta dhe media dhe radio televizioni i Prishtinës ishin mbyllur për shkak të rrethanave nga regjimi serb. Megjithatë, disa gazeta kanë arritur që të dhajnë informacione të mjaftueshme që sot janë vërtet me vlerë në sektorin e arkives dhe janë të dobishme për situatën. Pra, është një mosgabueshëm, mund të jetë edhe intervista e parë e zotrit Tashi të dhënë në ndonjë gazetë të Kosovës, pra në vitin 1992.
Faleminderit shumë Enis edhe për këto informacione që i solle, besoj mjaft interesante dhe kurështore dhe për shikuesit tanë që nuk e kanë parë më herët apo nuk e kanë lexuar më herët këtë intervistë. Të takohemi përsëri rreth orës 9. Faleminderit. Por tani, miq të dashur, është koha për parashikimin e motit.